ndasi politike dhe e bartë krizën nga një cikël zgjedhësh në tjetrën, sepse këto ndarje janë artificiale. Ndarje artificiale. Janë ndarje artificiale të krijuara nga niveli qendror i partive politike, sepse nëse shihni në nivel lokal, secila parti me secilën bashkëqeverisë. Dikon VV-ja me LDK-n, dikon VV-ja me PDK-n, AK-ja me tjetrën. Pra, në qoftë se kanë asnjë ndarje ideologjike, dhe në qoftë se është e vërtet që cilësimet që një parti politike e meriton opozitën, qëndruarit në opozit për shkak të, siç pretendohet, gabimeve të kaluara, atëherë çka dallon niveli komunal i qeverisjes nga i qendror. Është pak a shumë e njëjta gjë. Prandaj kjo tregon që synimi është vetëm që të krijohen narrativa politike për të kriju bindje caktuara te qytetarët dhe për të arritur numrin e votave. Që tash unë po besoj pas këtyre zgjedhjeve të 7 qershorit ka rënë kjo narrativ, sepse po shihet që 50% që është pragu